Tonei I afrohet Elionës me një qëndrim shumë provokues, duke I shkuar pas dhe duke I treguar interes të qartë në çdo lëvizje. Ai duket I vendosur të tërheqë vëmendjen e saj dhe të krijojë një afërsi të veçantë mes tyre. Me çdo hap që bën drejt saj, Tonei shfaq një vetbesim të fortë dhe një dëshirë të hapur për të qenë pranë saj, duke e sfiduar paksa dhe duke provokuar reagimin e Elionës. Ai shpreh ndjenjat e tij në mënyra të ndryshme, duke u përpjekur të tregojë se dëshiron të jetë përveç se një shok I zakonshëm. Ai dëshiron ta bëjë Elionën për vete dhe t'i afrohet sa më shumë të jetë e mundur. Megjithatë, Eliona duket e rezervuar dhe nuk I kthen ndjenjat. Duke qëndruar larg dhe duke mos I dhënë asnjë shenjë se do ta pranojë këtë afërsi, Tonei nuk dorëzohet lehtë dhe vazhdon me provokimet e tij të vogla, duke bërë shaka, duke buzëqeshur në mënyrë të joshme dhe duke u përpjekur të kapë çdo moment për t'i treguar Elionës se ai është I interesuar. Ndërkohë, Eliona qëndron e qetë dhe e kujdesshme, duke mos I dhënë hapësirë të tejkalohet dhe duke treguar se nuk është e gatshme të bashkëpunojë me dëshirat e tij. Situata krijon një tension të dukshëm mes tyre dhe të gjithë banorët e tjerë ndjejnë këtë afërsi të njëanshme, ku Tonei duket I vendosur të përfitojë çdo mundësi për të qenë pranë Elionës. Ndërsa ajo ruan distancën dhe vendosmërinë për të mos I dhënë asnjë shenjë se ka ndjenja për të. Çdo përpjekje e Tonei për të afruar marrëdhënien mes tyre shfaqet si një lojë delikate, ku ai përpiqet të sfidojë kufitë e Elionës, ndërkohë që ajo qëndron e palkundur dhe nuk tregon asnjë dobësi apo interes reciprok. Kjo situatë vazhdon të krijojë tension dhe intrigë brenda shtëpisë, pasi çdo banor që vëzhgon ndjen energjinë e ndryshme që vjen nga provokimet e Toneit dhe rezistenca e Elionës. Ndërkohë që Tonei duket I gatshëm të bëjë gjithçka për të fituar vëmendjen e saj, Eliona mbetet e vendosur në qëndrimin e saj, duke e bërë këtë marrëdhënie të tensionuar dhe plot.